Fshati turistik i Dardhës, i njohur për turizmin dimëror, shumë shpejt do të ketë një pistë re me parametra bashkëkohore, ku të gjitha pasionuarit mund të bëjnë ski. Ideja e ndërtimit të saj është hedhur vite më parë nga operatorët turistik dhe tashmë ka gjetur edhe mbështetjen e Ministrisë së Turizmit. Në një takim që ministre Englentina Gjermeni pati me operatorët turistik, shprehu edhe gatishmërinë e qeverisë shqiptare për realizimin e këtij projekti madhor, i cili është vlerësuar edhe nga operatorët turistik. Në Dardhë është bërë një projekt me gjithë përmasat e nevojshme të një skipiste moderne evropiane, me mendimin që dha edhe Ministrja e Turizmit Zonja Gjermeni, mendoj që projekti të vjetë në zbatim, me qëllim që Dardha të ketë një skipiste moderne dhe ashtu si që kërkon dhe sot edhe koha dhe skistat evropiane. Ndërtimi i saj pritet të japë një zhvillim edhe më të madh turizmit në Dardhë dhe në Korçë, duke rritur mbi të gjitha numrin e turistëve në këtë zonë. Ndërtimi i skipiste sot e kanë me prioritet jo vetëm zona e Dardhës, po sot të gjithë Shqipëria. Dihet se pjesë më e madhe e turistit vjen për ski në Mallorca, në Maqedoni, apo në Pisader në Greqi. Prandaj që me ndërtimin e kësaj piste që do të ndërtohet në fshatin Dardhë, do ndikojë shumë se do të ketë prurje rinish, të rinj, jo nga vendi, por edhe nga jashtë shtetit. Pista e re që do të ndërtohet do të ketë hapësirë më të madhe se ajo ekzistuese, ndërsa pritet gjetja e donacioneve për ndërtimin e saj.